Dodik është miku i presidentit Putinit dhe i presidentit Serbisë, Vučić. Dodik, Vučić, gjithë dihet që kanë para. Edhe Putin ka para shumë. Kanë ndoshta edhe më shumë se Saliu. Janë dhe këta të vendeve afrikane që ata i kanë në diamant. Po nuk shkon në Amerikë tjetër, shkosh, do të thënë vetëm këtu bie ajo shpreha që thonë me para blen gjithçka, me më shumë para blen edhe më shumë do. Si është ajo? Film. Që bëhet me shumë para. Ajo që bëhet Që një film. Atë doja të Historiani dhe kameleoni. Thuaj edhe një që do të fiksi ai filmi. Më shënon që në regjistër të historiku mua. Që bëhet me shumë para. Me shumë para. Në rastin konkret nuk shkon. Pra, ajo gjë që blihet me para dhe në rastin konkret nuk shkon. Sepse po të ishte kështu i kishin hequr dhe të tjerë në parë. Po kemi një administratë amerikane shumë po në këtë administratë amerikane jam dakord me një administratë amerikane ka stresa. Ka stresa. Këtë administratë amerikane. Do të bëj shumë gjona, dhe mandatin e parë ka desh bëj shumë gjona, por nuk e lën ato stresat. Nuk është administrata amerikane Shqipëria tash. Në këtë administratë amerikane Dodik u dënua, në këtë administratë amerikane u arratis shkoi në Rusi apo jo? Po, mirë, doktori, së shka ta gjera ti? Jo, nuk shkon kajt kollajt e kjo. Nuk i rriqet statusi ati më palë pastruar në Shqipëri. Ore, qa lidhje ka kjo, qa ndikon kjo të zjedhe në? Zjedhjet është problemi. Edhe njërë. Po flasim na e Sepse këta për japin në Lasi Vita sot, më falë, se harove do t'a jap Lasi Vita, për s'po vini më. Lasi Vita sot ju tha, fitos zgjedhjet dhe pastaj kjo ishte domethënia ose në tekst se që shpreh. Fitos zgjedhjet dhe hajde pastaj të negociojmë largimin e rretjen e Nogradës. Po fitove zgjedhjet. Do bësh shumë rrugë se analise ke shumë bon sens në analizë. Po dalim që e përdori politikisht pjesën e kontratës, e nxorrën me dashje, mund të shkojnë në logjikën e dashjes tek masat dhe te ndikimit me që jeni kilobingu Lasi Vita tha dhe tjetër, nuk përfaqësoj shtetin amerikan, nuk përfaqësoj departamentin e shtetit. Po edhe njëjta gjë me këtë avokatin, pavarësisht se ka punuar për Trumpin, nuk përfaqëson sot politikën amerikane, pikë. Duhet fryma. Mundon punon gjithë, po. Nuk punon sipër. Çfarë ishte duke thënë? Jo, ishte duke thënë këtë që teorinë që paguhet për të vendosur një non grata na e ka treguar Berisha. Për të vendosur, apo për të Tani, pse mos duhet ta pranojmë dhe teorinë që paguhet për të hequr? Po mirë, mendon se është paguar për non grata? E shumë, kam shumë, ishte shumë. Jo, ka thënë Berisha, nuk është. Po,